Gjibani reagon Aldos pas deklaratave për Valbonën. Pas deklaratës së Aldo Markut në një intervistë ku e cilësonte Valbonën si budallaqen më të madhe të këtij edicioni të Big Brother VIP Albania 4, nuk ka reaguar veprimi i Gjibanit i cili e ka mbrojtur Valbonën. Aldo ishte i ftuar pas daljes së tij nga Big Brotheri teksa dha mendimet e tij trosh për shumë nga banorët më të spikatur të Big Brother VIP, teksa çuditi kur tha se Gjesti ishte fituesi pas tij edhe pse ka qenë kundërshtar me të në lojë dhe nuk e ka pëlqyer as pak lojën e tij. Ai madje ka çuditur edhe për Laertin me të cilin nuk e duronte teksa tha se është më inteligjenti dhe Cezari duhet t'i japim atë që i takon. Deklarata më e rëndë në përshkrimin e banorëve ishte për Valbonën, teksa Aldo u shpreh tepër qartë duke thënë se ajo mund të ishte budallaqja më e madhe që mund të ketë njohur, pasi truri nuk kishte lidhje me gojën dhe vetëm bërtiste nuk dëgjonte as pak. Një deklaratë tepër e rëndë e cila nuk u pëlqye edhe në rrjetet sociale duke thënë se ishte më e ashpër se ç'duhej. Në një postim të gjatë në Instastory, i zhvanori Big Brother Gjibani, i cili njihej si për afërsi ndaj Valbonës, por edhe kundërshti ndaj Laertit, duket se si ka pëlqyer as pak këtë përshkrime për ata të dy. Ai ka cilësuar Aldon si një person që u sheh pas gishtit gjatë gjithë sezonit për ndjenjat ndaj Danjës e në fund e shiti si lojë, teksa shtoi se Valbona nuk ishte as pak budallaqe, e përkundrazi ishte sinqertë e nuk e përdori askënd për përfitime, teksa shkruan ndër të tjera, po pse nuk e përdore Valbonën për favorin tënd nëse ishte budallaqe, shkruan Gjibani duke theksuar se Aldo është prekur nga fakti që ata, ai dhe Valbona ishin të lumtur dhe kishin krijuar një marrëdhënie të sinqertë. Në përfundim ai e quajti Aldo budallajin e vërtet, që i shiti veten si mbrojtës i femrave, por që përfundoi duke ofenduar një grua publikisht, teksa shkruante budalla që u shite për mbrojtës femrave dhe e gjete të ofendosh një femër, ka mbyllur reagimin e tij Gjibani.